Ky 1 prill i vitit 2026 shënon 17 vjetorin e antarësimit në NATO, një moment që autoritetet e konsiderojnë ndër arritjet më të rëndësishme në historinë moderne të vendit. Rruga drejt aleancës nisi menjëherë pas rënies së regjimit komunist në vitin 1991, e cila u shndrua në një proces të gjatë reformash dhe afrimi me strukturat euroatlantike. Hapi i parë zyrtar u hodh në vitin 1992 me antarësimin në Këshillin e Bashkëpunimit të Atlantikut të Veriut. Një tjetër moment kyç ishte viti 2003. Kur Shqipëria së bashku me Kroacinë dhe Maqedoninë e Veriut nënshkroi Kartën e Adriatikut me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë e cila e përshpejtoi përgatitjen për antarësim. Ftesa zyrtare erdhi në samitin e Bukureshtit në prill 2008, ndërsa më 1 prill 2009 Shqipëria u bë zyrtarisht anëtare e NATO-s, me të drejta të plota. Pak ditë më vonë, vendi mori pjesë për herë të parë si i tillë në samitin e Aleancës së Strasburg-Kiel. Gjatë këtyre viteve, bashkëpunimi me NATO-n është thelluar ndjeshëm veçanërisht në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Ndërtimi i bazës ajrore taktike në Kuçov e përuruar në mars të vitit 2024 për bërë një zhvillim strategjik për rajonin dhe rolin e Shqipërisë në Aleancë. Forcat e armatosura shqiptare kanë kontribuar gjithashtu në misione ndërkombëtare në disa zona, duke filluar nga Ballkani deri në lindjen e mesme dhe Afrikë, një dëshmi e angazhimit të vazhdueshëm të Shqipërisë në operacionet paqëruesce. Tirana është përzgjedhur të pres samitin e NATO-s në vitin 2027, vendimi i cili konfirmon peshën e rritje të Shqipërisë në arkitekturën e sigurisë euroatlantike.